Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar se fatin e udhëheqësit venezuelian do ta ketë edhe presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro. Gjatë fluturimit me Air Force One, Trump e quajti Petro një njeri të sëmurë që prodhon drogë dhe e shet në SBA. Ai tha se Kolumbia drejtohet nga njëjti lloj njeriu, por se kjo nuk do të zgjasë shumë. Pyetjes për një operacion ushtarak në Kolumbi, Trump ju përgjigj: "Më duket ide e mirë", por Petro reagoi duke mbrojtur punën e qeverisë së tij në luftën kundër drogës dhe e theksoi sukseset e administratës. Ai tha se gjatë mandatit është realizuar sekuestrimi më i madh i kokainës në histori dhe është shkatruar grupi El Platedo, i njohur si bursa e kokainës. Presidenti kolumbian u shpreh se nuk është i palishëm dhe nuk ka lidhje me trafikun e drogës. Ai tha se ka vetëm një shtëpi, të cilën e paguan me rrogën e tij dhe të dhënat e llogarisë bankare janë publike. Petro shtoi se ka urdhëruar bombardime ndaj grupeve të armatosura që lidhen me trafikun e drogës gjatë mandatit. Ai tha se do të përgjigjet ndaj deklaratave të Trumpit vetëm pasi të ketë kontrolluar përkthimin dhe të kuptojë saktësisht fjalët e presidentit amerikan.